Si mund të dallojmë që fëmia në parashkollor mund të ketë dorë për pikturë ose jo? Dëgjojeni me kujdes këto pika. Vizaton shpesh pa u detyruar. Pra merr vizatimin edhe vazhdon punën. Merr lapsat, bojrat, çka ka dhe nuk është i detyruar nga askush, por ai merr iniciativën vet për ta bërë atë punë. Dhe kërkon të vizatojë situata ose histori që ai vetë i ka përjetuar. Ka imagjinat të fort vizuale, pra arrin të krijojë personazhe dhe mundohet t'i shpjegoj ato me detaje, të shpjegoj çdo gjë që vizaton ta shpjegoj me detaje. Dhe gjithashtu shihet edhe te krijimi i formave, si i kombinon format edhe ngjyrat me njëra tjetrën. Një pikë tjetër mjaft e rëndësishme është edhe koordinimi i dorës me syrin. Pra kontrollon mirë lapsin kur bën vizatimin, për moshën që ka bëhet fjalë. Pra flasim për moshën nga 3 deri në 6 vjeç, që është pjesa e parashkollorit, kohështit parashkollorit. Nuk lodhet shpejt kur vizaton, pra ka vullnet për të vizatuar, edhe përpiqet të vizatojë çdo detaj. Pra çdo detaj që shef përpiqet ta vizatojë sipas mënyrës vet, sipas moshës vet. Por ka qejf të ta bëjë atë detaj, mos ta harroj, mos të ngelet e paralizuar ajo gjë që ai shef. Koordinimi i dorës me syrin. Pra janë 2 pika kryesore që bën lidhjen fëmia. Kontrollon mirë lapsin kur vizaton, pra flitet për moshën që ka, pra mosha 3 deri në 6 vjeç, atë që folëm. Nuk lodhet shpejt kur vizaton, pra e bën me kënaqësi vizatimin, dhe në momentin që vizaton, ai nuk ka lodhje, vetëm ti e shef që ai ka kënaqësi kur vizaton, dhe përpiqet të përmirësoj detajet. E shikon që edhe në detajet vogla ai nuk ka qef t'i humbi, ka qef t'i mbaj aty te letra, t'i kujtoj. Pra don ta realizojë, ka dëshirën për të realizuar dhe detajet e vogla. Dhe pika tjetër, po aq e rëndësishme, është edhe vëzhgimi i detajeve. Për shembull, jeni në një ambient të jashtëm, në natyrë, dhe fëmia papritur shikon edhe nga qielli dhe thotë: "Mami, shiko çfarë ngjyre pas ka qielli sot." Pra mund të shohë ngjyrën portokalli më tepër, mund të shohë ngjyrën roz në momentin e perëndimit të diellit. Kupton? Dhe këto ngjyra specifike janë mjaft interesante sepse ai bën dallimin e ngjyrave. Vëren edhe format, vëren edhe drithijen, për shembull, shiko se kjo pas që ka shumë e errët, kjo që ka shumë e hapur. Ose pyet për përzierjen e ngjyrave. Si mund ta bëj unë këtë? Ose ta vej këtë apo ta vej këtë? Ose përpiqet edhe vetë t'i kombinoj, pra futet aty, sidomos tek bojrat që punojnë me penela, bojrat e ujit, zakonisht fëmijët punojnë me tempera, se kanë më praktike. Në momentin që bëjnë përzierjen e bojrave, ato shkojnë marrin tek disa bojra dhe fillojnë edhe pikturojnë. Kanë ndjeshmëri të mirë ndaj estetikës, ndaj të bukurës, kanë ndjeshmëri. Për shembull, këtë e shef kur ka përballje me pikturat. Ti e vendos para pikturave dhe fëmia ka këtë mirë, ka këtë pastërti, çiltërsi, që e shikon që nga mimika, që nga fytyra se si reagon. Dhe mund t'ja bësh këtë test. Është mjaft interesante. Pastaj zgjedh vetë edhe kombinimin e ngjyrave kur vizaton, edhe kjo është një gjë interesante. Përpiqet ta rregulloj vizatimin që të duket sa më bukur. Pra, prit mami, babi, nuk kam mbaruar akoma vizatimin, prit ta rregulloj edhe këtë. Është ajo dëshira për ta bërë sa më të bukur vizatimin që mund t'ja u tregoj të tjerëve. Por, kujdes, talentit i duhet ushtrim edhe mbështetje. Pra fëmijët e kanë shumë të nevojshme, sidomos fëmijët, për ushtrim edhe mbështetje, pra për praktikën, por edhe për mbështetjen tuaj apo tek personat, te artistët që e çoni për t'i ndjekur. Pra, jo gjithë fëmijët mund të duken wow që në fillim kur bëjnë piktura, kupton? Por ka dhe fëmijë të tillë, të cilët duan pak më shumë kohë për t'u zhvilluar. Pra këto lloj mosha që flasim ne. Dhe më rëndësishmja është që fëmia të ndihet i kënaqur me punën që bën dhe jo me realizimin mjaftueshëm aq sa ne pretendojmë që fëmia jon mund të arrijë. Pra është kënaqësia, nëse ai ka një kënaqësi të brendshme që don ta bëjë atë punë, atëherë ndiqeni sepse është e nevojshme, për atë fëmijë është shumë e nevojshme. Nuk i dihet asnjëherë se ku e çon jeta, ku e përplas jeta, po sa më shumë informacion të ketë edhe rreth artit dhe aftësi rreth artit,
Kjo e ndihmon shumë dhe i zhvillon edhe krijimtarinë tek ana e djathtë e trurit, që përmbledhet gjithë fantazia dhe imagjinata e fëmijës. Pastaj është mirë që mos ta krahasoni me fëmijët e tjerë, sepse vetë ndihen të stopuar. Megjithatë, mund t'i jepni materiale të ndryshme, bojra, mund të punoj për shembull me bojra uji, por mund të punoj edhe me duar, mund të punoj me sfungjer, mund të punoni kolazh. Edhe kolazhi është shumë i bukur, shumë i mirë që fëmijët e kanë qef, pra ndërthurja me materiale të ndryshme, me letra, me fije, me pambuk, me çdo lloj gjëje. Dhe tusha, mund të jepni edhe tusha, nëse e keni më praktike, pra ndërthurja një pak. Mos harroni subscribe, like, comment. Faleminderit.